Në sallën e Kuvendit të Komunës së Ulqinit u mbajt një ordë përkujtimore për gazetarin dhe shkrimtarin Ibrahim Beriashi. Ai lindi në vitin 1948 në Ostros të Krajës dhe pas përfundimit të normales në Ferizaj, ai vijoi studimet në Shkollën e Lartë Pedagogjike në Gjakov për të përfunduar më pas studimet për gjuhën dhe letërsinë shqipe në Fakultetin Filozofik të Prishtinës. Ibrahim Beriashi ishte një figurë e njohur dhe nderuar në fushën e artit dhe kulturës, duke qenë themelues dhe kryetari i parë i shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Art Club në Ulqin. Me këtë rast, kryetari i sotëm i shoqatës, Ismet Kallaba, mori në dorë organizimin e kësaj mbledhje, duke vënë pa pasqyrën e jetës dhe veprës së Ibrahim Beriashit, duke ndarë me të pranishmit rëndësinë e kontributit e tij për komunitetin. Ibrahim Beriashi ka lindur në prill të vitit 1948 në Kraj. Aty e ka kryer shkollën fillore, normale në Ferizaj, ndërsa ka studiuar gjuhën dhe letërsinë shqipe në Universitetin e Prishtinës. Si normalist, në vitin 1968, në revistën prestigjioze letrare Jeta e Re, të udhëhequr nga Esad Mekuli, botoi poezinë e parë. Po në atë kohë, bëhet bashkëpunëtor shumë aktiv i emisionit javor shqip të Radio Titogradit, të redaktuar nga Gjert Gjokaj. Pra, paralelisht, Beriashi nisi merret me letërsi e gazetari. Ka qenë antar i redaksisë së revistës Koha që botohej në Titograd. Ka bashkëpunuar me të gjitha gazetat dhe revistat letrare në gjuhën shqipe në kohën e Shtetit të Përbashkët Jugosllav. 2 vjet punoi në shkollën fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Kraj për të punësuar në vitin 1973 në Radio Prishtinë. Ndërkohë, në fillim të janarit të vitit 1975, emërohet korrespondent i rregullt i së përditshmes Rilindja në Maltëzi. Këtë detyrë ushtroi deri në vitin 2002, kur kjo përditshme në mënyrë arbitrare mbyllet përfundimisht. Ndërkohë, ka qenë korrespondent i rregullt i gazetës Bota Sot, i Radio Shkupit, programit në gjuhën shqipe, bashkëpunëtor i agjencisë së lajmeve Kosova Live, si dhe i radiove të mërgëmtarëve tanë në Australi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga viti 2004 e deri në pensionimin e tij, me 2015, ka punuar në televizionin të UTA në Ulqin. Në arkivin e këtij televizioni ndodhen intervista, opinione, debate politike, komente, vështrime, reportazhe, dokumentar televiziv, në mesin e të cilëve po përmendi atë për Arbneshët e Zarës. Me shoqatën Harmonia, të cilën e ka drejtuar, ka organizuar disa edicione të festivalit të grave krijuese. Për Art Clubin ai kishte një dashuri të posaçme. Ai gëzohej çdo suksesi të shoqatës së artistëve dhe intelektualëve Art Club, i dukej si rrita e një fëmie që e kishte krijuar vetë. Që prej themelimit të Art Clubit 35 vjet më parë e deri në vdekje, ai ka dhënë një ndihmesë të madhe, fillimisht në përcaktimin e misionit të qartë të shoqatës sonë e më pas në organizime të ndryshme letrare, kulturore, shkencore përgjatë gjithë këtyre viteve. Në kohën kur Beriashi ka udhëhequr Art Clubin, ka nisur manifestimi letrar Taverna Poetike, pararënd si manifestimit tradicional që sot mban emrin Kalimera Poetike Basri Qapriqi, njëri prej manifestimeve më prestigjioz në fushën e letërsisë në hapësirën shqiptare. Ai ka qenë kryeredaktor i revistës Fati dhe i gazetës për të përndjekurit nga Kosova Shpresa që janë botuar nga Art Clubi. Me këtë shoqatë dhe antarët e saj ka organizuar simpoziume, tëreza të rrumbullakta, protesta e tjerë. Beriashi ka lënë trashëgimi me 10 vepra letrare, pjesa më e madhe të botuara me firmën e Art Clubit. Në këtë ngjarje fjalën e mori gjithashtu një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Ndjerit, piktori dhe përkthyesi Qazi Muja. Ai ndau disa rreshta të dedikuar për Ibrahim Beriashin, duke përmendur vlerësimin dhe thellësinë e raportit që kishin ndarë për një periudhë të gjatë, si dhe shprehun mirënjohjen për kontributin e tij të çmuar. Gjëja më e vështirë në këtë rast është ta shkruash dhe ta thuash fjalinë e parë, sepse është vështirë të pajtohesh dhe të thuash iku më i miri nga ne, iku zëri poetik,
me cilin u njohim kaq kohë. U mbyll një libër me përmbajtje jashtëzakonisht të pasur, një libër plot vepra të mira dhe fisnike. Pushoj së rahuri një zemër e madhe, na la për të shkuar në mshim bashorti, prindi, vllau, miku dhe kolegu jon i respektuar Ibrahim Beriashi, giganti modestis, ndershmëris dhe humanizmit, figur morale jashtëzakonshme, burim krenarie për familjen dhe për të gjithë ne që e njohim, por edhe poet i shkëlqyer, prozator i mirë, kronik i përditshmërisë sonë dhe veprimtar i palodhshëm si pioner i gazetarisë së shqiptarëve në Malnezi. Dhe të gjithë ne përpiqemi të relativizojmë fuqinë e vdekjes me pashmangshmërinë e saj, por këtë e përjetojmë gjithmonë vetëm subjektivisht, sepse ajo na merr të dashurin, na i merr të dashurit tanë ashtu siç na i mori më parë miqtë dhe kolegë tanë, Fiqereun, Rudin, Islamin, Basreun, të gjithë u preshin në paqe. Ajo shuan gjithmonë një jetë specifike me cilën deri në një moment ishim lidhur ngusht, merr tërë personalitetin e tij, virtytet, forcën e shpirtërores, mirësinë dhe fisnikrinë, gjithçka që na lidh. Andaj edhe shuarja e Ibrahimit është një humbje e madhe, një zbrasi tani konkrete, por plot përmbajtje, është humbje një thesari të gjatë që gjatë kohës së shkuar u zgjerua dhe u mbush me detaje, me gjurmë të pashlyeshme e qarta për të gjithë ne, të shtresuara dhe të shtrira në radh koncentrik, por edhe një humbje e madhe për gjithë kulturën kombëtare, ku kontributi i tij që i jashtëzakonshëm. Figura e tij ishte gjithmonë një tërësi e plotë dhe kështu funksionoi, kështu jetoi dhe veproi, si një organizëm i përsosur që mbarte brenda vetes të gjitha parimet e tij dhe në të njëjtën kohë duke respektuar dhe pranuar parimet e të tjerëve, por vetëm ato që domosdo duhej të ishin progresive. Dhe tani personale, si një bashkëbisedim. Veprat e tua, i nderuar Ibrahim, do të mbeten të gëllendura në segmentin e asaj që thuhet se nuk do të harrohen kurrë. Është e pamundur të përshkruash boshllëkun, trishtimin që ka hyrë disi papritmas në heshtje në të gjithë jetën tonë tani këtu. Kur pritet lisi qajnë pyet, pa të thënë shkrimtari i madh francez André Malraux, ne kolegët e tu, disi me trishtim thellë dhe mosbesim, i përjetojmë të gjitha këto momente me frikë, heshtim dhe heshtim. Ndërsa gjithandej po të kërkojnë fjalët e pashkruara, po të kërkojnë vjershat, himnet që i le. Thuhet, për të marrë diçka, duhesh t'japësh diçka. Nuk jam i sigurt për atë se çfarë morën nga ne, por të gjithë ne jemi të sigurt që na dha shumë momente të ngrohta, mirësi dhe buzëqeshje, me përplot iniciativa dhe ide të reja në veprimtarinë tonë që na bashkoi pranë shoqatës sonë, që nga themelimi, me një qëllim të vetëm, që në qendjen tonë kombëtare të ringjallim atë që prore ishte anatemuar, buzëqeshja, por edhe humori kumtim plot do të mbetet sinonim për ju i dashur kolegë respektuar. Të falemnderit për 4 dekada me sjellje dhe art poetik. Ndërkohë fjala e fundit në këtë tubim ju dha djalit e Ibrahim Beriashit, Arben Beriashi, i cili falenderoi të pranishmit dhe ndau dhimbjen e tij me ta. Me emocione dhe lot në sy, Arbeni theksoi se humbja një njeriu kaq të shtrenjtë është e vështirë, por që ai tha se gjithmonë, jo veç sot, kishte nderin të ishte djali i tij.
Në këtë moment të pikëlluar, dëshiroj të shpreh mirënjohjen dhe respektin më të thellë për të gjithë ju që keni gjetë kohën të vini sot në këtë sallë. Falenderoj të gjithë ata që kujtojnë me nderim dhe që rujnë e përcjellin me tej vlerat që ai mbolli me aq pasion në shoqatën artiste dhe intelektuale të Art Klubit. Sot, qëndrojmë së bashku për të nderuar kujtimin e babait tim, ndjej një përzierje emocionesh të forta, dhimbje dhe humbjen e tij të madhe, por edhe mirënjohje për jetën e tij të jashtëzakonshme dhe trashëgimin që na laj pas. Unë jam krenar që pata fatin të quhem djali i tij. Nga i mësova për kushtimin ndaj punës, dashurim për fjalën e shkruar dhe rëndësinë e të qenurit besnik ndaj vetvetes. Sot duhet të falenderoj të gjithëve që jeni këtu për të nderuar kujtimin e tij. Të gjithë ju që keni lexuar, dëgjuar, mbështetur dhe që keni quajtur mik, shok, koleg apo frymëzim, keni qenë një pjesë e rëndësishme e udhëtimit të tij. Babai im jetoi përmes fjalës, lajmit, gazetës, letërsisë, poezisë shqiptare dhe jam i bindur që ai do të vazhdojë të jetojë përmes tyre, në zemrën dhe mendjen e të gjithë atyre që patën fatin ta njihnin. Ora për kujtimore për Ibrahim Beriashin, edhe pse një ngjarje e shkurtër, ishte një moment i veçantë dhe i ndjerë për të nderuar jetën dhe veprën e tij.